çështjen e sindikalizmit, do duhet që zotërinë që mendojnë që kanë bërë një punë të jashtëzakonshme, po nuk ka rezultate të zakonshme. Mirë do ishte. Të zakonshme, në kushtet jashtëzakonshme. Në kushtet jashtëzakonshme. Po leri këto heroizma se nuk... Heroizma mu? Tani, shiko. Me vërtekin që janë heroizma të sindikatët? Po tani ne po flasim për... Qa po flasim? Apo flasim për statistika dramatike. Ku janë statistika dramatike, ma? Ku i kemo? Po mirë, nëse ty nuk të duket dramatike që vdesin 20... Po ku janë dramatike, ma? Në vit, sa vdesin në vit? Nëse ka 5.000 njerëz të sistem, pa kontratë. Nga aksidente automobilistike këtu vdesin mbi 1.000 vete në vit. Qa shëmbullësira sira dramatike? Politika më 28 veta në vit. 28 veta. Po ja, pra ja, 1 sekund. Pse s'janë? Pse s'janë? Dhe pse janë? Kemi të bëjmë në një... Po, prit. Shifra janë. Si, ja po të tregoj shifra pra. Ja shifra në nivel lufte, ha? Sepse kushtet e punës janë mizerabel Shqipëri, dhe nuk i regullon sindikata kushtet e punës. Kushtet e punës i regulon pronari që ndërton ato biznesin. Tema debatit, që duhet bu? Ka kushte, s'ka kushte, ka politika, s'ka politika, ka qeveri, ka ligje. Jo, ka pas ka sindikata. Ka sindikalistë që thonë, po shifra sekretarinë, hajde ta lëp sindikata e dini ju, apo jo? Kjo është një punë që ju ka i zauruar, është ka që lodhshme. Kush? Sigurisht që ka dhe elemente demokratik që i lihet dikujt tjetër që ka mundësi. Po tani unë kam miq, koleg, njerëz cilët janë penguar për të bërë sindikata. Edhe nga këto hajde ta krijojnë nesër unë ta regjistrojnë gjykatë, më 3 punëtor me sindikatën. Edhe nga punëtor sindikata o juristë. Jo, më nëse të kam penguar unë ta regjistroj nesër. Fale se ke regjistrimin. Fale. Kjo nuk është e ndeshme të flasim. Si është ndeshme? Jo, më nuk e kam tepruar fare. Ke tepruar në momentin që minatorët e Bulqizës bëni grev, ti vajte në shkruajtje kontratë me ta duke shitur minatorët. Vajte i shite minatorët në 2019, vajte i shite. Vajte bashkëpunove me Samir Manen, edhe i le punëtorët atje që të rinin të ekcepi dhe të pushoshin nga puna. Ata punëtorë që i punë dinamitin makinës vetë për me fitu stërhim politik Gjermani, ata ishin deputetet tuj. Ata organizutu. Jeni oficer policie, oficer policie. Jeni oficer policie. Kandidati për deputeti juj, shkoj vuni dinamit makinës për të bërë stërhim politik Gjermani. Nuk ja vendosën ata të cilët ti vajtë shkujtë kontratë kolektive mënyrë fshet. Ata ishin duke dhënë atje në të ftohtë, domethënë duke ngrohur këmbët në zjarr që kishin ndezur kurse ti shkove si zotëri u fute brenda dy të organizata të tjera civile, vetëm i keni përçaj, keni marrë mqafi, keni si s'po merrin mqaf sot ish minator. Keni marrë sa fleç shkret pensionistë, e marrin mazet gjithë ditën atje dhe po i kënjeni. Ti je sindikalist i pasur zotëri. Nuk mund të ketë në Shqipëri sindikalist të pasur. As në një vend të botës nuk ka sindikalist të pasur. Di pse nuk ka sindikalist të pasur? Sepse ai jeton me një pak, domethënë që është ngjashme me ata që punojnë. Ata jetojnë sindikalisti, nuk mund të ketë makinë luksoze, ti jeti pasur. Cilën sindikat ke marrë për të Ti zotëri je mësuar, ta kam parë të makinën tonë luksoze. Me çfarë ke? Makina s'është imja. Po kush ta ka dhënë? Samir Mane ta dha. Kush ta ka dhënë atë makinën? Ka makinë luksoze sindikata që shëtis në shtëpi. Nuk është ata minatorë që nxjerrin me jetë, pra me jetë, e paguajnë me lek, e paguajnë me jetë që ti shëtisësh me makina luksoze. Ato nuk kanë ma të ardhme. Do të ndryshu. Unë ju këshilloj që ndryshoni mentaliteti politik. Ndryshe do të ngelnin karriga kjo shtari pa njohur, si keni qenë sot. Ndryshoni taktikën që se do.